diaspora jonë e dashur. Zakonisht kur flasim edhe për traditat, për kulturën e vendit, e kemi pikrisht mërgatën ajo që i ruan, i kultivon ato dhe mundohet që brez pas brezit i përcjell tek gjeneratat e reja. Kjo është shumë e rëndësishme dhe si mund ta bëjmë këtë? Qoftë për nga veshjet kombëtare tradicionale që i kemi, qoftë për nga instrumentet që ne i ruajmë, është e nevojshme shumë që edhe organizimet të bëjnë her pas here, gjë që në mërgat mendoj se nuk mungon. Prandaj edhe në numrat tanë telefonit që ju tregojmë çdo herë, kemi linjën e hapur që të dërgoni edhe përgjigjet e juaja. Jam kurioztare me ditë mendimin e juaj. Jemi ne këtu në Kosovë apo mërgata jonë, shqiptarët e mërgatës tonë të dashur që i ruajnë më tepër traditat? Përgjigjet që mund t'i dërgoni në numrin 03833 48 70 77 70. E keni gjithmonë në ekran një përgjigje juaja sa i përket kësaj teme, sepse edhe bisedën që e kemi ka të bëj pikrisht me këtë. Kam shumë kënaqësi sot që të flas bashkë me Ajshe Muriqin, e cila na lajmërohet nga Winterthuri i Zvicrës, atje ku po vazhdon edhe sot ta ruaj traditën e lahutës, një instrument të vjetër muzikor popullor shqiptar që e kemi. Dhe ka shumë vite prej moshës së hershme ajo luan në lahut. Unë e kam tashmë Ajshen dhe direkt nga ekrani këtu që kam afër po e përshëndes duke i uru mirëseardhje dhe gëzohem shumë që tash po e shoh me veshjet kombëtare ashtu siç e kemi çdo herë, po ulem edhe unë meqense se dhe Ajshen e kemi të pozicionuar edhe po juroj mirëseardhje. Ajshe, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Faleminderit shumë që je sot nga Zvicra e bukur direkt me neve. Përshëndetje edhe për juve, përshëndetje për juve të gjithë, bashkëpunëtorët tuaj aty në studio dhe të gjithë shikuesit tuaj. Mirëmëngjes për të gjithë. Kënaqësi shumë që të kemi, aq më tepër kur po të shoh me veshjet kombëtare, se ne bashkë kemi takuar edhe nëse s'gaboj 3 vite më parë, që e kemi realizuar emisionin në Rugov, në Koshutan të Rugovës, pikrisht me këtë veshje që gjithmonë e bart. Pse, Ajshe, rëndësia? Mendoj se lahuta dhe veshja kombëtare ose tradicionale e plotësojnë njëra tjetrën, nuk e paraftyroj vetëm më dal me lahut pa veshje. Kjo është e veçantë sepse bashkë me lahutën, ne rrëfimin tonë kisha pas dëshirë shtu pas hapi me marë, po besoj që lahuta nuk të mungon aty. E ke shumë pranë. Atë nisim fillimisht me pak performancë shkurtër, do një fragment që ti e ke zgjedh, edhe mandej po njoftohemi pas hapi me krejt çka ke promovu deri sot. Në rregull. Nuk të mungon asnjëherë, afër e ke. Po ja. Hajde. Faleminderit shumë, Ajshe. E di që këto janë fragmente shumë gjata, e që zgjasin ndoshta edhe me kohë tonë, po për këtë fillim faleminderit shumë, ndërkohë kemi dëgjuar bashkë edhe pak diçka. Po njemi kështu më afër me ty. Koha prej kur kuptove që lahuta po bëhet pjesë e ditëve tua, sepse është moshë e hershme me aq sa kam informacionin. Na trego pak një përshkrim të atyre kohëve.
Lahutën e kam trashëgim nga babai. Babai im ka qenë lahutar. Dhe në familjen time gjithmonë ka qenë prezent folklori. Jo vetëm me lahut, po edhe me çiftëli, me fyll, me kavall. Babai ka qenë instrumentist të gjitha instrumenteve dhe vllau im po ashtu Zek Morici, të cilin keni pas rast edhe ju ta njihni në Rrugovë. Po, edhe kjo ka shku mandej kështu tradit, brez pas brezi. Po, me vonë jam angazhua në shoqata ose shoqëri kulturore artistike që janë të quajtur përpara. Dhe në ansamblin autokton Rrugova e kam pa lahutën kështu drejt për drejt, edhe kam pa lahutar duke i ra, duke këndua. Edhe aty e pa dhe përfundimisht se është instrumenti që mua më shumë të më intereson. Njëkohësisht një ndikim shumë të madhe ka ndikuar radio televizioni shqiptar që në atë kohë transmetonte këngë të ciklit Kreshnikëve, po edhe të eposit historik shqiptar. Edhe në atë kohë ka qenë aktual Festivali Folklorik Kombëtar i Gjirokastrës në vitin 1983. Aty u shfaq një këngë shumë e mirë që i kushtohej luftës së Fushë Kosovës vitit 1389. Ajo këngë pëlqente shumë, njëkohësisht më pëlqente edhe kënga për Norën e Kilimendit. Dhe aty fillova ta këndoj një herë pa instrument, sepse se kisha instrumentin. Instrumentin më vonë më siguroi profesori Zymer Neziri, akademik i Akademisë Evropiane të Shkencave momentalisht. Dhe prej qershorit të vitit 1990 deri tani asnjëherë nuk jam dalë nga lahuta. Që pas ka kalu kohë goxha e gjatë. Ishte e vështirë ndoshta në fillime edhe nuk e di nëse ka qëndru kjo edhe te ti, sepse e dim që në përgjithësi, në kohët e mëhershme, për shembull nëse ka luajt një grua me instrument, ose ka pas një punë që më tepër e kemi pa tek gjinia tjetër, ka mundur të ketë ndoshta edhe paragjykime, ose ballafaqime të tilla. Du me ditë pak në aspektin tonë çush ka qenë kjo? Në aspektin tënë nuk e kam pas fare problem, sepse unë e rrjedh nga një familje e cila ka qenë mjaft përparimtare për kohën. Babai im i pari ka qenë që ka çuar vajzën e vet në shkollë, është mësuesja e parë e shkolluar e fshatit tim Kushëtan. Motra ime tjetër, Zrafeti Morici, tani Lajqi, ishte burgose politike, e cila njëkohësisht edhe mi ka shkruar një pjesë të këngëve, tekste të këngëve. Vllaznit po ashtu, agjallarët, kanë as pak problem për mua. Gjithë e kanë marrë si të natyrshme familja, po dhe familjen të cilën tani jetojmë kanë pranuar me të njëjtën frymë sikur vllazërit e motrat e mi. Kjo është e rëndësishme. Madje me qenë se je shpërngull në Zvicra atje ku edhe prej tash vetëse po na lajmërohesh, po shoh edhe detajet e tjera, po shoh simbole prapa që Shqiponja i ke ma tjetër, çiftelia, e kam një okarin të vogël aty, kur vjen vllau i vjen, se ju e dini se vllau është instrumentist, i vjen gjithë instrumenteve, edhe e ruaj okarin aty sa vjen vllau për miro. E kemi kështu dhe një pyetje që unë para se ty jam bisedë me ty Ajshe, tregova me qenë se po lidhemi kështu drejt për drejt me atje, më intereson shumë e ditë edhe nga ana e shqiptarëve, si nga mërgata, ashtu dhe nga ata që jetojmë këtu, të dim pak sa po arrim me i kultivu vlerat tonë, edhe me i përcjell ato tek gjeneratat e reja. Cili është mendimi yt duke pa lëvizjen që e ke Kosovë-Zvicër, sa po bëjmë për to, edhe kush pak më shumë, kush më pak? Zdi si të them tash ne jetomi këtu e të themi që ne bëjmë ma shumë, nuk e më takon. Edhe në pajtona. Pajnë edhe në Kosovë, mjaft mua më pëlqen shumë kur i shoh, sidomos në ratë të reja fëmijë, disa orkestra të fëmijëve me instrumente tjera, faktikisht me lahutën jo, por mendoj se mundohemi edhe këtu dhe atje, të dy partë. Ka organizime pak më shumë atje që e shoh, sepse bëhet pikërisht për me rujt më shumë gjuhën shqipe, për me rujt traditat dhe kulturat tona. Tash, prej paraqitive tua të para, du të di pak si ka rrjedh gjithçka. Ku je paraqit, sepse nuk e qenë vetëm në Zvicër, po në shumë vende të botës. Po, jam paraqit ende pa ardhur në Zvicër për të jetuar, jam paraqit festivalin botror të folklorit në Ganat. Kjo ka qenë viti 1996, aty jam paraqit me një këngë ciklit Mujit dhe të Halilit. Ajo është amaneti i motrës, kush e ka lexuar, kush e solli Dorantinën e kupton edhe atë këngë.
Pastaj kam kënduar në Gjermani, kam kënduar në Luxemburg, 2 herë festivalet ndërkombëtare, kultura e emigrantëve në Evropë, quaj ai festivali. Pastaj kam kënduar edhe në për gjitha qytetet, përveçërisht gjitha qytetet në Zvicër, kam kënduar gjitha organizimet që i kanë bërë shqiptar, po edhe për organizime tjera, që nuk ka qenë publiku vetëm shqiptar. Që është me undje fakti që je lautarja vetëm shqiptare? Tani, lautarja vetëm shqiptare nuk jam, se ka edhe në Shqipëri, është një lautare që e njeh, edhe duhet besoj që ka edhe diku tjetër lautare. Por që ma aktive, për aq sa kam pa rastin, kam pas mundësi me pa që vazhdimisht të përcjellim. Po. Jeni ju. Mirë ndjej, po edhe dëshiroj të më përcjell dikush. Mirë ndjej vetëm, po dëshiroj të më përcjell dikush. Nuk ka lidhje te ke funit vajza apo djalë. Më rëndësishme është që ka nga trashëguhet. Unë para disa viteve kam pas një nxënës që e mësoj lahutën, po për arsye objektive nuk pata mundësi me vazhduar me tutje. Besoj që i ka arrit me mësua bazat, nëse do me vazhdua, mundet. Ai që tash kur paraqitesh edhe para zviceranëve, para nacionaliteteve të tjera, du të di pak për shtypjet që ata kanë, ke pas ndonjë koment ndoshta interesant që të është bë prej tyre që të kanë mbetë në kokë, sa i përket edhe lahutës edhe kësaj veshje që e bërë çdo herë? Po, kam pas raste edhe me diskutua me zviceran, edhe unë duke mundua, m'ja shpjegua që është një instrument shumë i vjetër, tha nuk e nevojë me shpjegua, tha se shihet. Shihet, po ai ishte interesuar, a kam unë shkollë për me mësua vajzën e vetë, ai zvicerani kërkon të mendimin tim. Janë shumë se unë jetoj në një vend, ju e dini dhe vetë, Zvicra është një vend që shumë e çmon antikitetin, gjërat e lashta të vjetra. Pak ditë mas ju pranoa lahuta jo në UNESCO, pranoa dhe një lloj këndimi i zviceranëve që këndohet vetëm në një territor të ngushtë në krahasim me sa i përhapur është instrumenti jonë. Edhe aq buj i kanë bërë, sa nuk mundesh me marrë me mend. Po, dhe shumë mirë ndodhe kjo për shqiptarët, sepse këtu do shta edhe me të pyet, sa i përket këtyre instrumenteve që na i kemi burimore tona shqiptare, edhe këto veshje, mandej plisin që po pretendohet edhe ai me hy në UNESCO, po du me ditë sa ndoshta ka rëndësi ta kemi të mbrojtur, për shkak se ndonjëherë sikur nuk i dokumentojmë sa duhet e mandej po na i marrin tjertë. Qysh është këto? Mendoj se ka shumë rëndësi në radhë parë që këndimi me lahuta, këngët, cikli Krishnikëve është njihet si vlerë e trashëgimisë kulturore botërore tani më, dhe mbrohet nga UNESCO-ja. Po mendoj se kjo ditë, 9 dhjetori, duhet të jetë një pikë reflektimi për organet kompetente në Kosovë, sidomos, që me bë diçka për me ju dhënë përkraje njerëzve që merren me ruajtjen e traditës. Jo vetëm të këndimit me lahut, po edhe veshjes edhe gjitha tjerave që janë përcjellse. Këtë lahut që e ke në dorë, sa vjetër mundet me qenë? Kjo është 18 vjetër prafërsisht. E ke prej familjes që është e trashëgume, apo? Jo, kjo është porositur e punor enkas për mua, sepse është pak më e veçantë, pak më, jo më e vogël, po duhet me tingëllua me ju përshtat zonit tanë, pak më thekshëm, pak me metode pak më të larta. Po, me u përshtat me këto. Apo është e vështirë kështu në përzgjedhje për shembull të interpretimeve këngëve që duhet me i interpretu historive besa që i bartin këto këngë? Apo e keni repertuar kështu të zakonshëm që e shfaq çdo herë? Kam një repertuar zakonshëm dikon 15 këngë, i zgjedh herë këngë ciklit Mujit të Halilit, herë këngë me tema historike, para publikut më shumë këndoj këngë me tema historike, sepse edhe fatkeqësisht publiku jonë nuk po i njeh shumë këngët e vjetra. Se po ndodh kjo aq? Thata si suajt Azan për festën e 28 nëntorit ose 17 shkurtit, kam kënduar për Gjergj Kastriotin Skënderbeun ose këngë të Morit të Rogovës, këngë që janë tipike të mia që i kam krijuar pas luftës shlirimtare. Atë mundemi me dëgju edhe diçka tjetër, Ajshe, që është ndoshta edhe krijuar prej te ose po ta lën dëshirë tonë të nxjerr pa problem? Jo, nuk po i ndona ciklit këngëve të Krishnikëve. Mirë, hajde, po i dëgjojmë qef.
Ju më të goja, Ajshe, falemderit shumë. Kënaqësi gjithmonë me dëgju kështu. Sa jemi ka fundi bisedës, po kam pak dëshirë edhe me të pyet sa i përket vendlindjes. Unë e di që vizita i bën çdo herë, familjar ke edhe këtu. Mbi të gjitha e ke një vend të mrekullueshëm që është Rrugova e bukur, edhe vendlindja jote pra. Po du me ditë pak çka të mungon kur je këtu, që kështë dash ndoshta me pas në Zvicër, po edhe në Sjelltas, pse jo? Në radhë parë mungon familja, po mungon edhe vendlindja. Për atë arsye dhe vijim shumë shpesh në Kosovë, mundësia mirë tash u bë që edhe ju keni mundësi më ardhur me na vizitua. Po. Ja kthejnë njëri tjetrit dashurinë. Patjetër, po, me shumë kënaqësi çdo herë. Tash 17 shkurtër kemi afër, nuk e di nëse do të kemi diku apo jo. Nuk e di, sepse mund të merrem me mend, nuk e për arsye familjare a do të marr pjesë ose jo. Kuptaj. Unë falenderoj shumë Ajshe që e lajmëru direkt për neve sot, edhe pa që në ditë sa ma të barë, vazhdo, promovoj e lautën tonë të bukur, edhe të kemi sa më shumë njerëz në gjithë botën që me të vërtet ja dim vlerën, po mbi gjithanisht shqiptarët, se kjo është më e rëndësishme e para. Ju falenderoj dhe unë juve, ju dëshiroj punë të mbarë dhe ditë të mbarë dhe vit të mbarë, po ashtu gjithë shqiptarëve në Kosovë dhe kudo që janë. Shumë falenderoj, kënaqësi shumë edhe për neve, gjithashtu. Çdo të mirë. Çdo të mirë, tonë. Miq të dashur, kemi qenë bashkë me Ajshe Muriqin direkt nga vend tërturi i Zvicrës ku është lajmëru dhe ishte shumë kënaqësi me dëgju bashkë me instrumentin tonë të vjetor, burimoq, tashmë kemi edhe të mbrojtur fatmirësisht dhe këtë bisedë keni me gjetë me njerë pas orës 10 në KTV Koha Vizion është kanali ynë zyrtar. Po gjithashtu, edhe rrjetet tona sociale mund të bëhemi kështu që të kemi mundësi edhe të kontaktojmë ashtu siç po e përmendim çdo ditë, mundësia që të jemi bashkë në këto linjë të drejtë për drejta nga gjithë bota, jo vetëm në këtë rast në Zvicër, po kudo ku kemi do t'jetë përmes Viber. Telefononi, dërgoni përgjigje juja, pse jo? Pyetja ishte qysh në fillim, ku tham që ta dim pak këtë ndasin, pa dasht me bëndasi, po thjesht për me dhanë ma shumë jehon kontributit për t'i rujt vlerat tona, traditat tona në përgjithësi, a jemi ne ata që po i ruajmë më shumë, po i kultivojmë, edhe po i bartim tek brezat e ri, apo janë më tepër mërgata, sepse kështu e ndihmojmë njëri tjetrin, ndoshta që më tepër t'i japim jehon këtyre vlerave që ne i kemi si shqiptar. Po ndajmë shkurtimisht me një nga Alban Skenderaj dhe Miriam Cani dhe po kthehemi këtu në studio çdo herë tjetër. Ju e dini që ofertat e Top Shopit nuk mungojnë, kështu që kemi një që mezi po pres dhe unë me zbulu bashkë me Arnorin vetëm pas pak.